Një rast i pazakontur u raportua nga Durrësi ku 3 të mjetër u gjetën të braktisur në rrethana të vështira në banesë. Rasti vuri në alarm autoritetet shtetërore, teksa shërbimi social në Durrës mori menjëherë fëmijët në kujdes. Ndërkohë e ëma e tyre Blerina Basha është e kallëzuar në polici nga Ish Vjera, duke çuar edhe policinë në shtëpinë ku u gjetën 3 të miturit. Pas publikimit të lajmit, nuk ka vonuar reagimi 33 vjeçares, e cila ka mohuar akuzat për braktisjen e fëmijëve. Nuk jam nën që ti braktisja fëmijët, se po të doja kisha bërë me kohë, është shprehur ndër të tjera nëna e të miturve për mediat. 33 vjeçaria prej 3 muajsh jetonte me qira në pallatin në Durrës ku u gjetën 3 fëmijët dhe punonte si banakiere në qytetin bregdetar të Durrësit. Ajo pretendon se fëmijët i mbante në banesë vetëm, pasi duhet të punonte për të siguruar të ardhura dhe se aktualisht paguhet vetëm 40.000 lekë. Ndërkohë, pas ekzaminimeve të kryera në spitalin e Durrësit, ka rezultuar se fëmijët janë të infektuar me zgjebe dhe për këtë arsye, dyshohet se ëma nuk i ka dërguar as në shkollë prej më shumë se 1 muaji, ndërsa burime bëjnë me dije se autoritetet pritet i heqin 33 vjeçares kujdestarinë e të miturve.